Unë kam 26 vjetë këtu në Greqi, edhe lekët gjithmonë ja dëgoja vajzës time. E di që ka përgatim, e di. Flë në për shkollat e platina, e këtyre shesjeve që ka. Lypë për një kore buksa për vete. Po falë për shprejnë, ma mund edhe një mos ngjerë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme ne do të shkojmë në Athinë, në Greqi, do të hap dritaren për një 65 vjeçare, nënën e 2 vajzave, zonjën Refie. Ajo sot do denoncoj vajzën e vogël, pasi kjo e fundit i ka marrë gjithë paratë nga kurbeti që ajo ka arritur të fitoj dhe ka lënë në mes 4 rrugëve. Një histori e trisht e Refies. U martua dhe sot njetë 3 fëmijë, 2 vajza dhe 1 djalë. U divorcua nga bashorti në një moshë të re dhe nuk u martua kur. Jetën u dedikoi fëmijëve. Në vitin e vështirë 1997, asaj i vrasin djalin dhe mbetet e vetme me 2 vajzat. E vogla do e pleqëronte, por sot e ka braktisur. Çfarë ka ndodhur në gjithë këtë histori, do të jetë kjo 65 vjeçare live nga Athina për të na i rrëfyer. Refie, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Unë kam një problem, po problemi im është shumë. Po çfarë ka ndodhur? Unë kam 26 vjetë këtu në Greqi, Po. që punoj. Edhe lekët gjithmonë ja dëgoja vajzës time, se kam 2 vajza edhe 1 djalë. Djali më ka vdekur vetëm me 2 vajza. E dashur Refie, por djali çfarë viti të ndroi jetë? Çfarë viti u vra? Atëre që ishte ajo Rumunja ma vranë atëre. Në 1997-ën? Po. O, sa vjeç ishte? 19. 19 vjeç që ke humbur djalin nga kjo jetë? Qa të bëj? Ngushëllime, e kuptoj, një nën që e ke zemrën plak. Parosh, falenderit. Çfarë viti e larguar për herë të parë drejt Greqisë? Në 1999. O, po, pas ke një... Edhe deri më sot unë nuk kam lëvizur më gjë nga Greqia. Kam punuar nga 3-4 vjet pa dokumenta. Pastaj bëra me dokumenta dhe jam me dokumenta që në 2001-2002 e deri më sot unë jam shumë e rregullt në Greqi, me dokumenta me të gjitha. Por çfarë qyteti, çfarë vendi të Greqisë jeton? Në Athinë, Që nge në kryeqytet, në Athinë. E dashur Refie, ti erdhe fillimisht me burrin dhe me fëmijët në Greqi. Jo, vetëm, gjoti tash. Mua më vranë djalin që atëre në atë kohë. Shupën e madhe e kisha të martua. Më vranë dhe djalin mua. Edhe që kjo e vogla tani dashuroj me një, që më thoshti të dorim bashkë. Dashuroj me një, po kishte shumë familja e dhëndri që mori kjo, buri që mori kjo. Ku do i veja në brapa unë të sajtë, se shpi dhe atje s'kishta. Ku do i veja në brapa unë të sajtë? Edhe i them. I këtim ke mamaja, i thanë shumë kësaj, e të vete dhe unë në Greqi, të mbledh në një len, të brejt në një shtopi. Mirë, ashtu e bom, ajo i mëson, s'kisha le t'i bëja darë në kësaj. Edhe ashtu bom, iku ajo me të burri saj dhe unë e dalë në Greqi. Që atëre pastaj, punova, bëra dhe një shtopi, nga që i bleva dhe shtopi, ja boda dhe në mërë të saj. Edhe erdi puna, kjo iku në Francë, kjo ja për djalin që ishte të sëmur, se ka një fëmijë të sëmur me autizëm. Edhe vajti për djalin, gjoja vajti për djalin, edhe shtëpia ngeli bosh më i vi në 4-5, edhe binte tavani plakshi. Edhe i them, o që për, që do bëhet me këtë shtëpi se t'jam dhe unë këtej, ne po edhim le koti kash për këtë shtëpi se binte tavani. Ku e bleve shpinë? Në Vlore bleve shpinë? Po. E qartë, gjithë djersën tënde bleve një shtëpi, por e dashur Refie, bashkëshortit ka vdekur? Ai vërtet ka vdekur, po kanë qenë e ndarë në fillim. Ai ka vdekur, s'ka punata. Pra, ti je divorcuar dhe i ke rritur e vetme të 3 fëmijët? Po, e vetme i kam rritur, më kanë ndihmuar mamaja, kam pasur maman, më kanë ndihmuar mamaja, po më dikte mamaja e si ajo po qatë të zetë. Shukare i dhe nakë koma i piti.
Shukare. Pas ke vuajtur shumë. E ngela me këtë të voglën, se të madhe me kisha të martuar, po u lidhëm shumë me këtë të voglën. Pra, le të themi, vajza e vogël do të pleqëronte ty, se ti ishe e vetme. Njëra ishte në punë të saj, nuk pleksesh me ne fare, edhe isha me të voglën. E voglën gjithmonë ja të bëra të voglës të lekët, sepse më thoshtë një mama ne dorim bashkë, të ashtu. U martua, bëri dhe të shumë, u gjithmonë bashkë asaj, si që merja rogën asaj, Në mars të këtij viti që shkoj, të këtij viti që jemi, mua më vdes plaka. Edhe vete për të kërkuar punë nuk më merri në punë se je e madhe, më thoshtë nuk e bëndo. Je e madhe, nuk e bëndo. Të vdiq plaka që ti i shërbeje dhe merje rogën? Po, plaka e flasë për këtu. E qartë. Më vdiq plaka gjërë. Edhe marrë vajzën në telefon, se unë nuk kam jeri këtu, janë vetë. Dhe marrë vajzën në telefon, i them, si të bëjmë e të keqe mamaja, se s'më marrë këtë ka njeri në punë, se më thonë je e madhe. Po mirë tha, se a vajza tani është në këtë në Francë. Më tha mua, po që do na mua ti tani, më tha mua. Po i tha shumë, ne kemi lënë që dorim bashkë deri në fund, i tha shumë, që do bëhe? O sa unë nuk të marrë do të tu, më tha mua. Po mirë të keqe mamaja, se dhe unë jam e lodhur, i tha shumë, late poshtë të kurbetit, i tha shumë. Gjem një shtëpi në Vlorë, se jam nga Vlorë, gjem një shtëpi në Vlorë, edhe atje i tha shumë, më pagoj mu i drita kjera, po sa ku di gjerë mu? Po lekët me që të kam dhënë se të dërgoja 1.000 euro në muaj. E të thoshja 500 futi në bankë, e 500 iki më njanë. 500 haj edhe 500 iki më njanë. O, unë lëndra ato tha se kam fëmijë të smurë. Po mirë, unë të kam dhënë, nuk është. Jo, tha me mua, nuk e më punë ti, tha. Po i qërë të duash, tha, unë nuk kam të ndihmoj ty jatë. Më mbylli telefon, u zume, tha, s'kem të drejtën o deta, që u zume dhe i thash një fjallë që nuk ishte ajo fjalla për t'i thëmë, po në nevrat e sipër, të isha rrugëve, edhe ja thash atë fjallën kësaj. U mbyll telefoni më i bia, edhe as më mori, e as e mora, as diku është, e as disë ku jam. Edhe kështu e bëni mua betu, gjithmonë, dhe kur ishte beqare që sistema të bërë. Më thoshë, mos ti me rakësi nga kikjaja për djalin, e më thoshë mos ti, se thoshë që unë ti do ajo më ka i kur ajo tjetër, ajo sa shmi do mikës dhe ti të dori unë e bafta, ngella rrugëve, e që kemë do kjo me mos ti me rake, me kemë muhe, ja u për ty e, si ajo po. Edhe u lidhëm shumë në të dyja. Refije, zemër, do të pyes dhe për marrëdhënie me vajzën. Tani dhe kjo nuk ka faj se fëmijët së murë, nga i buj është, ku i punon dhe ku si punon, derdel, qatë të tërë, po të pakën jo në këtë gjëndje. E dashur Refije, dua të pyes dhe për djalin dhe nuk do të pyes më se nuk dua të të lëndoj se është një plagë e madhe në zemrën tënde. Për çfarë e vran djalin në theshtatën? E zbuluat ngjarjen? Pati të dënuar? Po, këtë me di, asë më tregote njeri fare, e vranë si qishte i thërmonja, më thoshtin, u përzjeve a jande, u vrande a jande. Si qishin këto rëmujra. Ishe divorcuar në ato kohë, kur ndroje djali? Po, i kam pasur, kur jam darë, unë i kam pasur biles të voglën, e kam pasur në barku, kjo se një fare baban ke vogla. Wow, po pse u divorcove me një fëmijë në bark dhe me 2 të tjerë? Po u divorcova se nuk kaloja mirë atje në Kukës. Në Kukës, edhe e vogël isha, edhe them të drejtën edhe goj, kisha u vija goj, këto. Por një vajzë nga Vlora u martua në Kukës? Shiko, unë kisha një motër me babë, e kisha të martuar në Kukës. Po. Edhe ajo më bëri mua për një njeri unë e saj atje. Po isha e vogë. Mamaja nuk gëtonte. Unë nga që veja për bjarë, të ka jo më mbushi mëndjen e vogë, 15 vjeç. 15 vjeç. Më mbushi mëndjen ajo motëra që kisha me babë, edhe ajo dhe më martova. Vetë, se prindit të mi mamaja dhe babaj nuk doni.
që të martohesha. Por çfarë ndodhi? Sa vite qëndrove e martuar dhe kush ishte shkaku? 6 vjet. Kush ishte shkaku i divorcit? Shkaku grindja, në kishin, të hanin, në fshat, në grindja, nga skanja, grindja ishte shkaku, grindja. Ishit ju që e kërkuat divorcin, u larguat vetë pas 6 viteve? Jo, nga që grindesha unë, nga që grindeshim neve, edhe më merë mamaja mua poshtë në vlorë. Edhe i thotë ti po do hajde poshtë, po do, i thotë do ndajemi se nuk vjen më qupaj, nuk e lë më qupën të vilak në Kukës, se ishëm fshatrat e Kukësit neve. E qartë, e kuptoj. Po e ke dëgjuar Kalis. Po. Ai gënjente, thoshe jo do vi, atë e kishin pleksur të motrat, i kishin gjetur një tjetër, në atë kohë që thoshin, është kështu që ai thoshin e persekutuar, që thoshin atë. E qartë, e kuptoj. E pastaj ai u martuan dhe u ngela. Dhe kjo është shka. Por si, pa u divorcuar me ty, ai gjeti një grua tjetër? Pa u divorcuar me mua, unë i kisha ikur ati në fakt. Ato të motrat i gjetën një ande nga Dibër, se kishë 2 motrat martuan në Dibër. Edhe i gjetën një dhe ajo ishte një qitje madhe, kështu se nuk e merte njeri atë sepse si thoshnim atëre është e persekutuar, e që nuk e merrni. Edhe mori që do të hekin na miniera, në thoshnim të vllajt, hajde merre ti, thoshte vllajze mirë, u martua me atë. Por mirë, për fëmijët u kujdes ndonjëherë se 2 i kishit sjell në jetë dhe ti ishe shtatzën. Asnjëherë o dhe tamu, asnjëherë motra ime, asnjëherë më i bia ime, ai vetëm vinte joja po t'i pari me të vejte, ne s'kishim lek, se po kishim lek atëherë një të veni me makina lek të poshtë. S'kishim lek në me të veni me makina lek të poshtë. E i linim një 2-3 muaj e veni, pastaj merja me gjithë maman time. I merja, edhe pensionin nuk ma jepte. Edhe pensionin e fëmijëve muaj nuk ma jepte. Ai vetëm se kishte halli se më imbanin për pension. E qartë. Edhe vinte më rëndente fëmijët muaj merte fshurën. Sa e kemi vajtë në policinatën e këmë jenë të merte fëmijë fshurët dhe me ikte. E kanë kërkuar fëmijët babajin? Fëmijët atëre e kërkonin në fakt. 12 se kjo e vogla të tatë, nuk e një. Biles dhe tani ngrihet një hallë dhe gjeti të çupën e madhe. I gjeti të dyja, po kjo e vogla, kjo që nuk flasun tash, kjo nuk i tonte, jo, sa keni bërë atëre kur ishte për të bërë, na bëni tani kemi zonë të vetës, të ta kjo nuk u duhet. Ndërsa tani bëhen me hallat. E dashur e fia e se pas ke vuajtur shumë, je divorcuar e re në mosh, nuk u martove më kur? Jo, nuk u martova. Nuk u martova se si thoshin atëre me 3 fëmijë. Do gjeja, do bëja, do plekseshin, do rëtulloheshin, do bëheshin, lëmsh, edhe si dje qaburi do mbite mund të më prejte dhe qupa, se atëre punonim dhe me 3 turne. E qartë. Dhe mund të më zite dhe qupa. Frika nuk u pleksa, nuk u martova. Por kur humbe djali nga këtë jetë, babai ka qenë në varrim? Babai nuk ka qenë në varrim, nuk mori vesh, por një dhe zondri motrës time, vajti i tha ati, si që tonta, që se nuk e di, që të ka vdekur djali. Edhe ai nuk e di poshtë, po kisha hapur atje dyet shumë për motrë. E qartë. Kisha hapur dyet që priste mushlime, po poshtë nuk erdi. Në Vlorë tek varri djalit nuk erdi asnjëherë. Jo, fare. Po të them, ka një vit, 2 vjet që po bëhen ato hallat me këto qupën time, me të madhe, se kjo e vogla nuk i pranoj, dhe i tha, vajtëm të qupa e madhe në Vlorë, të njerëzit se dhe qupa ime madhe nuk është aty, vajtëm të njerëzit e saj, vajtëm dhe i me pi në Vlorë, edhe nuk sa ndalë 3 minjetë e varri këtë djali. Ja. Vjen keq, sinqerisht.
Por pasi humbej nga kjo jetë djalin, martove vajzën e madhe dhe ngele me vajzën e vogël. Ajo iku në Francë, ti ike në Greqi. Sa vjeç ishe kur erdhe për herë të parë, kur shkove për herë të parë në shtetin grek? Ke qenë e re, besoj. Sa vjeç isha unë? Kur mbërrite në Greqi dhe nise... Në 7 vjeç isha. E vetme ke jetuar? Vetëm brenda hyra brenda, vetëm këtu janë ca zyra kështu që të gjejnë punën, edhe kur vajta në zyrë, kur kërkova punë për plak për brenda, thash dua të futem brenda, ka ngelur shumë e zyrës. Ti brenda më thamë, goxha vajzë më thamë, të vesh të heqesh më falë për shpret, motra dhe shurat e plekve më thamë, i thash më po ti e re më thamë, shto ti të vesh brenda. Thash po, nuk kam njeri këtu, thash, dhe jam e vetme, se në fakt që nga Vlora që erdha këtu, kam ardhur me një gjitone. Pa jo kishte familje, kishte, edhe për ndonja tek ajo gjitonia, në Athinë. Ndonja tek ajo gjitonia, unë më bajtja e gjitonia, pastaj futa me punë për brenda. Le të themi ka qenë gjitonia që të mbështeti fillimisht në shtetin grek, të ndihmoi. Po, gjitonia më ka mbështetur shumë. Por besoj... Po, nuk ka vajtë në Italia, ajo tani. Dhe ke ngelur vetë. Edhe ja vetë, unë këtu odeta, sot unë këtu janë, ka 3 ditë se unë nuk punoj, më nuk më merr njeri në punë, se jam e madhe. Në mosh. Edhe më shikojnë kështu, për më e madhe, nuk e bëndo. Edhe unë nuk punoj këtu odeta, po para 2 ditëve një nga Shqipëria i ka vdekur e jema dhe ka vajtë në Shqipëri, dhe unë zëmëcoj një grua këtu tani. Pa unë nuk ri këtu të them të drejtën odeta për një kore buksa për vete. Është e dhimbshme, të punosh një edhe kush të më gjej në rrugë në një shqiptare të më thonë se hajde flison të këtej në shkejme vete. Kush më gjen flë në për shkollat e platina e këtyre shesjeve që ka. Por pse ti nuk e një shtëpi me qerati ku jeton? Jo, s'kam shtëpi, unë por ja brenda në përteke, në plak. Dhe që kur vdiq plaka ti ke ngelu në rrugë? O që kur vdiq plaka, atëri që më vdiq plaka mua, më ka marrë djali i një shoqes time, që është këtu, ai ishte martuar me Grekja, ajo Grekja. Më ka marrë ai në fillim fare dhe më bajti në shtëpi. Se unë edhe atë një mishën e fundit fare që mora më jodeta, ja nisa kësaj. Vajzës. Rogën, ja nisa vajzës. Bas 3-4 ditë mua më vdiq plaka. Më dhanë dhe ata të shtisë lekë, po nuk për 3-4 ditë. Edhe vajta të kuj sa të më vdiq vajza sa të gjenë, më vdiq plaka sa të gjenë në një punë, më hajde sa, vajta, tjërë më bajtja i. E në njerë kur vete atje, në njerë kur shumë tako në rrugë. Sa keq më vinka shumë keq. Po mirë, vajza jote në Francë që ti ke dërguar të gjitha parat, e di që ti je në situatë rrugë? E di ajo që unë jam pa shtëpi, e di ajo që jam pa shtëpi dhe tani nuk e di unë. Po e di ajo që jam pa shtëpi unë, se kërë unë nuk zhura shtëpi fare që kur ka marrë në. Por sa ko ka plaka që ka vdekur dhe jeni një situatë të keqe? Në mars më vdiq plaka mua. Që në mars të këtij viti? Në mars më vdiq plaka mua, a që në fundi marsit, ndonja deri në prill, deri në fundi prillit, ndonja në Greki, se mos gjej në një punë, se mos më merr në një punë, asë njeri më mori. Ishte pasaj qupës në fund të prillit, tu është më vetis problem, më thaj për që atë tua shumë nuk të ndihmoj dorë, se unë jam e fëmijë smurë. E dashur, Refie, dua të të bëj një pyetje. Ke një jetë të tërë që punon në Greqi, por pse ja dërgoje lekët vajzës dhe nuk i mbaje në llogarinë tënde? Jo, unë në fakt më thoshin dhe këtu ik 5 lekë për vetën tënde i di këtu. E thoshja, jam në shtypi në market, jam vika se si dihet. Unë kush do mi marri këto lekë, që do mi hanë këta lekë të më, se mos mi hajë fëmija i më thoshjam, prandaj si i vja këtu se më kishin folur dhe këtu. Edhe doja ti hikja në i lekë këtu, po nuk hikja do të se thoshja, më shtypi makina, më rajnë frakta, o diqja, pysha tek,
edhe nuk i dialektet, po me këtë mendje budallaj i ka unë. E dashur e fije, gjithë këto vite që ti ke dërguar para, është e pafalshme që vajza të lërë në këtë situatë, se dhe ajo ka një detyrim ndaj teje, jo të mbylli telefonin edhe ti të humbasësh kontaktet me të. Refije, sa kohë po bën ti që nuk flet me vajzën tënde? Po vajta më fund të prillit, ka qenë fundi prillit, nga 23, 24, 25 prillit deri më sot. Edhe folet, tani kur unë mora jo që Albania që ashtë aty, u dash numrat e telefonit, edhe më ku vete thirja fare, thonë, sa në ta. As të dash edhe të dhëndit, as dhëndit nuk i vete thirja. Pra ka ndryshuar numrat. Refije, por me vajzën tjetër të madhen ke folur për këtë situatë? Jo, Odeta, se po të flasi kur je vajza ime, se po më përqen jashtë mase, si kur ka po unë me gjë. Vajzë e madhe në fakt, më fliste e gjithmos, edhe nuk i kam rëgjithmonë në qafu në saj. Po kur vite ajo që vite në Shqipë më fliste, mama ki kujdes se ti e shikon që abori ka, nuk të ndimoj. Po ndimoj e vetë nuk se mos të gëmoshesh me fmitë smur, po të taktën, i që letë për vete, e gënjeja më jo Odeta, unë atë, se kur nuk ishte fëmija im, se kur ishte një fëmi bote. Unë mos kime rakti se i heqën vishman të letë, jo, i kam në bangu, kam letë në bangu, i thoshja të saj, e gënjejtja jashtë mëse. Ajo tani Odeta i këta marrë vesh për, në 2023 nuk së mura unë këtu dhe për isha për operim dhe nuk ishte njeri që nuk më operon të njeri se do një gjatë. Gjatë ta shi këtu, nuk isha njeri këtë një këtë mjep të gjatë dhe u detyrova ngrihen edhe iki vete në Shqipëri. Edhe i them qupës tush më veti jam për operacionin, ka shkopu do japi gjatë. Ngrihet e vjen ajo e shkreta edhe jep gjatë ajo. E qartë. Që më operuan mua në Shqipëri në Vlorë. Nga se u operove? Unë Odeta kam bërë shumë punë të rëndu, vërtet kam punuar plekje plaka punë. Unë i kam ngritur nga krebatu këshu pesh, edhe i kam qua me punë karota, i kam ngritur shumë. E qartë. I kam qua i qoja në karotë, i qoja në krebatë, edhe mua më doli vjanë. E kuptova. U operova nga kjo, unë më vurë në rjetë të gjitha. Bas 2-3 vjetë mua më qahet rjeta dhe më del një zorë të rjeta. Dhe ajo më im të dhimje të madhe. Mi po s'më mërë të njeri përsi përse s'kishte njeri kushtë shumë të jem të gjak. Po, se në gjdo operacion një familjar duhet të dhuroj gjak. Nuk isha njeri unë të mirë të gjak edhe u detyrova i të vetë në Shqipëri. Po gjeta një shtëpi më jo detë dhe kisha shtëpin atere. Me kishë rëjë gjithë të bani se janë ato bojlerët lartë me ujë. Po. Edhe ishte bërë më jo detë atelan kishë ndalë. Nga lagështia. Edhe ato vit ajo i ka dërguar letë që e reguluam atë shtëpi. Kjo që nuk flatë tani. Edhe erdi qupa e madhe, dha dhe gjatë, më fuqoj në spital, më shtoj edhe atere pastaj marrë të qupën e vogël, i dhe më i vitë të i ka shko vit për vit, për e regulajt, të kemi lek me i vitë të lëmdek për të. Qa të bëjmë se shpia ishte në mërëcaj? Më thot mua shite. Vete në noterja, nuk e di një notere në ndimoj ati qa të bëja që të mëtamerja, unë përsi për tani që ta shite, për dushe nuk i shite ato. Po, ato shpi, e dashur e fije, ato shtëpi e kishe blerë ti me lekët e tua, po e kishe vendosur në emrin e vajzës? E kishe blerë vajza me lekët e mija dhe i ka shumë rride në emrin tëmë, sepse këtë dhëndri madhë, dhëndri buri qupës madhe, na kishte i natë neve nuk në dhënde, sepse punoja unë dhe ndimoja atë dhe su i pja tyre. E qartë, por të them diçka? Po. Vajzat i ke ndar pak, ke bërë më shumë për të voglën se sa për të madhen. Po, kam bërë më shumë, do të ta shkoti tash. E di pse? Isha, kur ishim neve në Shqipëri,
Ky dhëndri im i marri, mori çupën dhe ikën në Angli. Po, për një jetë më të mirë. Unë kisha çupën beqare, dhe ai kishte një motor po moshën e çupës time beqare. Edhe çdo ky i gjen motrës një shqiptar andej dhe e marton me një anglez. Vajzën e vogël tënden. Jo vajzën time, motrën e tij. Motrën e tij. Ky dhëndri. Çdo çupa ime atje në punë si për ku ishte gjendja dhe ajo e donte të merrte çupën time, të martonte. Pse la? Ai ka qenë gjithmonë kundërshtar ndaj neve, jo se pasaj dhe çupa ime nuk ka pranuar ajo e marrja, ajo e marrja siç pranon kjo lekë e vogla, jo. E kuptoj. Nuk pranonte ajo, biles ajo më fliste, edhe unë e gënjeja. Po e kam darë në këtë drejtim, o detan, që e gënjeja shumë. Ke gabuar. E gënjeja shumë, sikur e kisha një ditoni që nuk doja t'i thosha sekretin e shtëpisë. Të kuptoj qartë. Edhe kur kam shitur shtëpinë, do deta se më thot çupa e vogël, shite shtëpinë, ajo ka qenë në Vlorë që më operoi mua. Po rinte te vjerë. Po. Edhe më thot mua kjo erdëm ca për të parë, unë isha në 45 dhe nuk gjitesha, nuk pristja dot. Edhe erdi kjo tash të më binte buke i gjellë mua kjo çupe madhe. Shikon 3 veta në shtëpi që shikon një shtëpinë. As asaj nuk i ka kjo, moj unë do që shtëpinë. Po erdi, edhe më tha mua kjo, keti 3 burra brenda në shtëpi. E më thot, më çaj janë këta 3 burra këtu? Këso ta them pastaj i thash në kësaj. Jo, pse më la thosh pastaj po ati ta kjo, tu na talita, që është një çik shumë. I thash unë, po ja, kam dhe mund ta shesh shtëpinë. Atëre nuk u ndje kjo dhe iku në kuzhinë, çoj ato që kish për mua. Ikën dhe ata burrat, që pa shtëpi, po pse do ta shif së shtëpi, po vit për vit më i bi, tash unë pagoj këtu, i tash unë që pagoj këtu, si vjet i tash unë që usëmura unë nuk pagova këtë shtëpi, pa unë i pagon. Po. E mirë të atë, edhe në kanë pesë është i tash unë të zbresa më të gjitem dot, erdi puna e shita shtëpinë, që më thoti me bingë. Ti e shite shtëpinë, po lekët e shtëpive ku i qove? Po dalë, atë do të dalë. Qa më thoti me bingë, mama unë tani do ikë. Si që do t'i marrë shritët më tha mua, vërde ca të tjera edhe bringë shtëpinë, vërde ca që tjera, të nuk kisha kokur lekë. Vërde ca që tjera aty në banë, edhe bringë shtëpinë në kartë banë, edhe kur të vi më punë, dua të vi të shtëpia jote. Mos kime ranë. Shtëpia më Jodeta Gjani ushit 35 milion. Kjo kishte 5 milionën, s'kish paguar drita. Edhe 3 milion s'kish paguar ujë. Shikën të gjithë dolet që unë i qoja dhe mua më boste i hejkën pja, mos kime ranë. Shtëpia më Jodeta Gjani se nuk ma verte njeri mua, se ishin, se vinim të oshin ujë drita e ketë lara. E qartë. Ku i kisha unë të lara ujë drita? Vete i them një noteres, tu në pushit e shtëpia së do vjallu. Më thot mua noteri ajte tek mua, kur të vi i pari që të vjallu ajte tek mua. Do të vinte njëri, thash hajde se jam këtu, vajte i ku je, jam te noteri, hajde i thash se do vemi pash që shikojnë shtëpinë. Erdi aty ai përballë asaj noteres, më tha mua po ujë drita e ke paguar, i dhe noterja. Ka çfarë keti në ujë me drita, tha? Ujë drita të mund, tha, se kjo është njeri ujë, tha, është i papaguar ka ujë drita, tha. Po ujë drita, tha, që do t'i tha, ti do t'a marrësh atë shtëpie, sa do t'a bësh 35 do i bash ato lekë të ujë drita dhe të kësaj, edhe dhja po shaj se i të gun. Po do doj kjo kështu, po do duaj, tha, dhe u shtubo dhe ta kushit ajo shtëpi. Kam vajtur bashkë me ato djalin, kemi vajtur atje ku pagova ujtë dhe drita 8 milion nga lekët e ati që do mbinte shtëpinë. Edhe unë në dorë kanal 27 milion. Çfarë shtëpie do blija unë me 27 milion në Vlorë? Edhe i them çupës, o bio, këtu ka i betën, i tash nuk bjen shtëpi, po jo, me i ta mos bli shtëpi, bjeri 8 lekët. E mirë, i thashë, më ti, të bajë 10 milion se si 10, plak jam tali, i thashë, mos zhudes.
Pse, ti baj një 10 milion që ti kemi këtu, as ato nuk të laude, jo, te. Do të gjejmë neve, do të gjejmë për të varrosur tyja. Dhe ti ja dërgove të gjitha lekët vajzës? Ja dërgova çupës. Dhe ike në Greqi të punoje prapë? Erdha këtu në Greqi për të punuar se unë po të marri në punë dhe sot të hapër nga syrin. Po ku e ke? Që s'me merr njeri, se më shikojnë kështu. Zemër, sa vjeç je ti? Unë Odeta tani në shkurtë, në 15 vjeç shkurtë, unë në mbushën 65 atrivos, fix. 65 vjeç, sepse shumë persona emigrant e ndjekin emisionin tim dhe në Athinë ka shumë shqiptar dhe ndoshta do kush mund të ketë nevojë për punë dhe mund të të ofroj punë ty si një 65 vjeçare që mund të mbash një të moshuar, atë që ti ke bërë vite të tëra në Greqi. Odeta, do më gjesh që në thënde? Po. Mua më gjejnë zyrat, më gjejnë punë, se u vete në përzyrat, jam e sigur të zyra, vite këja dhe mirë ti mua punë. Edhe jam e sigur të që ato që të më bëjë mua i zoti shtëpisa, që ato që të më dodi mua i për gjigje shtim. Edhe u vete të paguaj veve, të paguaj, mua zyrat më japin punë. Po nuk më meri zoti shtëpisja dhe këtu që erdha sa më pa spektakl që kamën, i trodi turingë. Se i duan më të reja. Se dukem shumë e madhe. Mua nuk më marri të shtëpis. Edhe i tash asaj të zyrës në fund fare tani në priu. Po qa kam, pse s'po më marri? Po ja po na thoneve dukesh e madhe shumë i Kristina, më thamë, se Kristina më ka se s'flasin do të refije. Po duke shumë e madhe më i Kristina, më thamë, duke shumë, po qa do bëjtë? Tani. Prandaj, unë nuk është e zgjej punë, unë gjej punë, po nuk më marri. E qartë, por e kuptoj për shkak të moshës, gjithsesi 65 vjeç nuk je shumë e madhe, ti akoma e fuqishme për të punuar, por me vitet e punës që ke aty në Greqi dhe ke paguar dhe siguracionin, e sa do të dalësh në pension, se besoj do përfitosh një pension në shtetin grek? Po do përfitoj një pension, po pension që të përfitoj një pension të mirë unë, duhet jem 67 vjeçe, dhe më duhen akoma dhe 300 siguracione si donatyra apo enzima që të plotësoj unë atë, edhe në 67 vjeçe marr pension. Pra, ti e 65 të duhen dhe 2 vite punë që të marrësh pensionin. Po. E kuptova, por uroj dhe shpresoj që të gjesh punë për këto 2 vite, që mos ta humbasësh pensionin, se është gjyna një jetë e tërë punë dhe të humbasësh pensionin aty shtetin grek. Amin. Refje, sinqerisht mua më vjen shumë keq që ti ke humbur kontaktet me vajzën, ajo të ka marrë lekët dhe sot nuk t'i kthen, por vajzës të madhe, ajo e di që ti nuk ke kontakte me vajzën e vogël, 2 motrat flasin me njëra tjetrën? Jo, fare, dhe më përpara nuk flisnin. Por pse kjo marrëdhënie? Edhe më përpara nuk e donte ajo e vogla, nuk e donte këtë të madhe. Shumë ma shu ajo e vogla, shumë. Por pse? Motra për motrën? Po pse, ajo të mëson tyja ajo të mëson tyja që të thua shri jepi gjysmat të ndalë lekët ande, gjysmat të pse të më jep t'i mua, pse më dimon t'i mua. Do me thënë dhe motrat nuk flasin me njëra tjetrën? Jo, as ato. E dashur Refje, po të flasi kur jam vajza jote. Nuk dua të paragjykoj, por ndoshta ti si nën ke bërë disa gabime me 2 vajzat e tua. Shumë, jo disa, po shumë. E pranoj vetëm. Po tani që e pranoj unë. Po falë për shprejnë, ma mund e veri mos ngje. E di që ka bërë gabime, e di. Se ndër... Alla po ku, se në vite keq jashtë mase për këtë, se ka një fëmijë të sëmurë, sa ishi në Shqipëria, sa i qupës së madhe, qupës së saj, të jam një shkollë, të marri një shkollë të mirë kjo, që ta ketë në krasë, nëse pas nëse do vdesu, po tjetë kjo, në krasë, me 5 gjuhë të huaja qupe asaj. E kuptoj. Me 5 gjuhë të huaja qupe asaj. Ti ke sakrifikuar, por... Shumë. Ke krijuar xhelozi mes 2 motrave, sa sot ato nuk flasin me njëra tjetrën.
Edhe kjo është një fatkeqësi, por gjithsesi unë nuk dua të gjykoj. Unë uroj që ti të jesh një nënë e fortë, uroj që jo të bitë të kontaktoj dhe të hapi derën dhe të të ndihmoj, por nëse unë do kisha një kontakt me vajzën tënde të vogël, ti ke që në muajin prill që nuk flet, ke një mesazh që do t'ja përcjellësh vajzës së vogël? Po, të më ndihmoj të më dërgojnë në një lek, që të jetoj dhe unë së njerëzit në Shqipëri. Ja, këto të më ndihmoj, mos të më lë rrugëve, si janë rrugëve, këte e odeta të them si qupë pëmpime e lërë. Kam 2 ditë që jam këtu, që kam deku njërës i zdi që jem aty në Shqipëri dhe do hja, jo sa do hja ti, pra do e ki unë. Se të dori unë. Dhe ku do vesh? Këto duar, këto mesazh të nga. Unë po lyp. Refie, po një mesazh për vajzën e madhe, ke? Ndoshta për t'i kërkuar një falje? Nuk falje po, falje i kërkoj mojt, i kërkoj falje deri maksimum, ja kërkoj asaj qupës të më fali, se unë jo si kur isha në nësaj, po unë jam si me të si kur isha njerë nga të njerë këtë qia. Falje dhe falje të madhe. Uroj që ajo ta dëgjoj këtë mesazh dhe të ketë falur, se në fund ti je nëna e saj. Mirë, Refie, fshi lotë, se nuk dua të lotosh. Do mbetemi të dyja së bashku në kontakt dhe uroj të bëhet më e mira, e dashur Refie. Të përshëndes, Refie. Ros, falenderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, apo keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, një histori frymëzuese, mund të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim këtu në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.